anglez në një qytet çfarëdo, po ashtu siç ka ndodhur në Tiranë. Edhe ditën e djeshme ose edhe mëngjesin e sotëm ku të shumtë janë tifozët anglezë që kanë qenë pranishëm në Shqipëri dhe në Tiranë për të ndjekur nga afër kombëtarët e tyre, e shumtë ishte prezenca dhe e mediave britanike ditën e djeshme në konferencën për shtyp të trajnerit Tuchel dhe Harry Kane, por dhe tifozët në fakt kanë qarkulluar dhe fotot e para ku tifozët britanik mëngjesin e sotëm kanë grumbulluar nëpër lokalet e Tiranës, ku siç e kanë ata traditë. Fillon kjo legjenda urbane, mbaroi birra në Tiranë. Nuk është e vërtetë, është konfirmuar që tifozët britanik në fakt e duan shumë alkoolin. Për mua mirë bëjnë, shijojnë jetën e tyre, shijojnë faktin që kombëtarja e tyre është në një moment shumë të mirë, shumë pozitiv, ata kanë ardhur për të festuar, sot është literalisht një fest. Në fakt, ne të dy edhe në strishën që po ndiqni kemi cilësuar si historia e luksit për kombëtaren ton, pasi siç e the ti në hyrje, si Shqipëria si Anglia i kanë mbyllur llogarit 99% të njëra tjetrës. Shqipëria ka sigurt vendin e dytë, ndërsa Anglia ka sigurt vendin e parë, por Shqipëria ka vetëm një shpresë të vogël që në rast fitore sot mund të përmirësoj koeficientin e vet për të ndryshuar vazën për sfida play-off që ndalim më vonë. Por kryefjala është sfida e sotme ku siç e thash për shkak se të dyja kombëtarët vinë me llogaritë të mbyllura në pjesën më të madhe të tyre, shihet më shumë si një sfidë miqësore, por nga ana tjetër kemi dy kriteret e veçanta për çdo kombëtare. Anglia në sfidën e sotme kërkon të ruaj perfeksionin. Kur them perfeksionin është fakti që Anglia në grupin ton ka zhvilluar 7 takime, ka fituar të 7, nuk një asnjë humbje, asnjë barazim dhe është kombëtarja vetme që ka shënuar 20 gola dhe ka pësuar 0. Pra, dhe ditën e djeshme në konferencën për shtyp si trajneri Thomas Tuchel si Harry Kane theksuan që duan të vazhdojnë të mbajnë të ecurinë perfekte, diçka që nuk ka arritur ta bëjë asnjë kombëtare më parë në gjithë historinë e kualifikuesave. Pra, Anglia vërtet vjen jashtë objektivave pasi i ka arritur, por vjen me misionin për të ruajtur atë krenarinë e tyre në arenën ndërkombëtare. Nga krau tjetër, Shqipëria sigurisht të mendosh për një barazim ose një fitore ditën e sotme në Errol Benja është një skenar disi jashtë fantazive, por do kënaqeshim po t'ja prishnim këtë balancë. Ne do kënaqeshim nëse do shtonim gola, vërtet, në fakt, kënaqësia më e madhe do ishte nëse do shtonim gola anglisë, por po ta vini re, edhe vetë Silvinjo në listën që ka grumbulluar, lojtarët e grumbulluar për ditën e sotme, ka menduar për sfidat e nishës sfida play-off dhe jo për sfidën e sotme. Pse e them këtë gjë? Mbrojtësi Mario Mita edhe mesfueshori Julian Sheu, që kanë qenë dy pikat kryesore, e thënë me bindje të kombëtarës tonë në të fushat kualifikuese, janë lënë jashtë për ditën e sotme. Pra Mario Mita dhe Julian Sheu nuk luajnë ditën e sotme, janë lënë në tribunë. Për arsyeën e vetme sepse të dy, në rastin do shkohen me karton të verdh, do të mungojnë në sfidën e parë play-off që kombëtarët do të luajnë në muajin mars. Pra rikujtim, sfidat e play-offit luajnë në muajin mars. Dhe marr parasysh të gjë, duke marr